Kodrat e fshatit Biçukas në bashkinë e Divjakës bartin në vetvete thesare arkeologjike të cilat tregojnë qytetërimin e hershëm të kësaj zone. Prej disa ditësh, Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore ka ngritur një ekspedit për gërmime në zonën e kishës së Shëngjergjit në një kodër dominuese jo vetëm për zonën e Divjakës, por edhe të Kavajës për te Shkumbinit. Nga gërmimet e kryera janë gjetur objekte arkeologjike, siç janë muret rrethuese të një kishe, ku në brendësi të saj janë gjetur moneta të ndryshme, një varr dhe kolona të ndërtimeve të hershme. Sipas zotit Mateo Provka, specialist në Institutin Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, objektet e zbuluara si kisha, monetat apo elemente të tjerë do t'i nënshtrojnë studimeve dhe analizave të specializuara që do të hedhin dritë për hershmërinë e këtij qytetërimi, i cili sipas të dhënave i përket periudhës ilire. Atëherë, ky si projekt arkeologjik vjen si një rezultat i vëzhgimeve të një viti më parë nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim me Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore në Universitetin e Tiranës, ku në këtë zonë janë kryer disa vëzhgime sipërfaqësore dhe kemi parë këtë situatë interesante, ku fillimisht vëmendjen e ka tërhequr kolona që ne kemi vendosur të hapim një nga sondazhet tona, duke u nisur edhe nga vetë njoftimet ose të dhënat e marrë nga banorët e zonës, ku këtu dikur ka qenë një kish e prishur gjatë komunizmit, por që kemi paktën sipas të dhënave të marra nga ata kemi të bëjmë me një kish të hershme, dhe duke parë këtë kontekst interesant, është ndërmarrë këtë vit sigurisht sërish nga Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore në bashkëpunim sërish me Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore. Është ndërmarrë ky projekt arkeologjik ku fillimisht janë hapur dy sondazhe, një tek kolona e cila sigurisht si situatë ishte pak më interesante se të tjerat, në një pjesë tjetër të sitit, aty ku po ashtu nga të dhëna nga banorët e zonës mendohet se mund të ketë qenë një vend i mirë ose një vend i shenjtë të paktën nga ata, por që situata në vazhdimsi tregoi që ishte më premtuese, kështu që u hap edhe një sektor tjetër, sektori që është pas nesh. Atëherë, kemi hasur me disa struktura, për një datim më eksakt jemi tepër herët për ta dhënë, pasi duhet parë fillimisht analiza e materialet dhe rezultati që do t'japin ata, por nga një datim relativ të paktën dhe nga të dhënat që kemi gjetur tani, kemi të bëjmë me një periudhë mesjetare, ndoshta mund të shkojë edhe më hershëm, por nuk mund të jemi tepër herët për të dhënë diçka më eksakte. Në Muzeun Historik të qytetit të Lushnjës, një ndër pavionet më të rëndësishëm të tij, është ai ku janë ekspozuar objektet arkeologjike të gjetura në periudha të ndryshme, ku nga më të rëndësishmet janë ato të Biçukasit, të cilat përbëjnë 1/4 e muzeut. Arkeologu doktor i shkencave Niko Ferro jep detaje rreth objekteve që ndodhen në këtë muze, të gjetura në Biçukas, një ndër zonat me potencial të lartë arkeologjik, të cilat përkojnë edhe me zona të afërta si qyteti i Arnisës në Babunj, ku është zbuluar edhe Kalorsja apo Kalorsja. Aty kemi të bëjmë një vendbanim i lirë, shumë i rëndësishëm, nuk janë bërë ende gërmime, por më herët aty janë zbuluar nga arkeologa Xhaneta Andre, janë zbuluar varrezat e dysat të quhet të Gërmenjit. Objekte që kemi pas me, që është pitosi, në tavoline dhe kapiteli ruhen, i vinë nga ky vendbanim. Gërmimet që janë bërë së fundmi, që është për vitin e 3 të radhësi, që kemi të bëjmë një bashkëpunim shumë të mirë institucional, ku përfshihet Bashkia e Lushnjës me muzeun, Universiteti i Tiranës, fakulteti dhe pjesa me studentët e arkeologjisë, që ata të vinë, të mësojnë në këtë territor, ku dëshmojnë shumë gjurmë të paraardhësve tani lirë, të mësojnë për t'i njohur, sepse nesër ata do jenë arkeologët e ardhshëm, kolegët e mi, apo dhe ndoshta edhe më shkallë më lartë. Këtu për të krijuar edhe një ide më mirë rreth fshatit antik i lirë, të gjitha pikat me të zeza tregojnë për gjetjet arkeologjike që datojnë midis shekullit 5 dhe 1 përpara Krishtit. Kemi dhe Gërmenjin, patjetër edhe ai, po të shikojmë me vëmendje, të gjitha vendbanimet janë vendosur në një vit të drejtë, pra edhe këto kanë shfrytzuar atë rrugën e vjetër që përmendet që lidhet Dyrrahun me Apollonin. Edhe ai nuk kishte se si t'ishte jashtë, domethënë, kësaj trajektore. Ose më mbrapa pasaj që është dhe rruga Ignatia që ka pas dhe këtë lloj degëzimi këtu.
Zoti Ferroj bëri thirrje institucioneve përkatëse që të kthejnë vëmendjen nga këto zbulime, pasi kanë potencial të madh për turizmin. Sipas Ferros, duhet të fillojnë ngërmime edhe për vendin ku mendohet të ketë qenë i banuar, disa 10 metra në afërsi të kishës së Shëngjergjit ku po gërmohet aktualisht.